shpesh e neglizhojmë se e këshyrim zemrën, a e kemi mirë, edhe kohëve të fundit edhe jemi vedisu në disa pjesë ma të rëndësishme, po sytë janë pjesa ma e ndishme. Realisht ashtu, ne kemi thonë edhe shumë emisione tjera, realisht dhe me thonë që sytë në ato dritarja organizmit tonë, kështu që asnjëherë mos neglizhojmë. Shumë mirë the, gjithmonë shkojmë ka pjesa e zemrës, ose pjesën të trurit, ose diçka, por realisht gjithsesi çdo smundje trurit, zemrës na lidhet edhe me sy. Kështu që asnjëherë s'bën të neglizhohet, e them shpesh, po e them prap. Mos pritni smundje të syrit që të shkojmë te mjeku i syve. Gjithmonë shkohet rutinë të bëhet. Bëhet që një herë në vit ta kontrollojmë, domethënë syrin. Syrin, po. Edhe i dallojmë ndryshimet, edhe i parandalojmë nëse ka diçka që po vjen. Gjithsesi, veç që dallojmë problemet syrit, na po thëmë që domethënë po kemi mundësi të dëgjojmë edhe një smundje në organizëm. Kështu që kjo është e mira realisht. Kështu që mirë, s'po kemi një problem në sy, po përmes syrit po e gjejmë një problem tjetër tek organizmi jonë. Që pastaj domethënë e mira është tash është vëdësimi i njerëzve, se si njerëzit po dinë ose pacientët po dinë të na pyesin më mirë, që është një ndihmë e madhe për neve, edhe bashkëpunimi me mjek tjerë, me lëmi tjera, që kjo është dhe më ashtu thelpsore që na të bashkëpunojmë mes vetë dhe ta kemi një ekip, themi ashtu, që ti ofrojmë ndihmë pacientit. Po, vlen me theksu këto, normalisht ta kanë juve si profesionist, po prej ndonjë ndryshimi në sy shpesh mund të diagnostikohet një tumor në kokë. Patjetër domethënë, kështu që këtu ekziston vetëm një anamnezë mirë të pacientit, një anamnezë mirë e pacientit, një mjek i syve ta ndëgjojë mirë pacientin, ta jep një detaj që mund ta jep, ty mund të shkoj mendja që të ndërlidhesh, që ai pacient ka mundësi të ketë një tumor në trup. Po. Do thënë, ne po e lidhëm këtë atë bisedën që patëm më herët, domethënë që dikush pe ka një. Çka thonë ana? Kokdhimbjen, që se diskutojmë, që thotë kokdhimbjet shumë të shpeshta ose të pandalurat kokdhimbjet, marrëmendje, pastaj lidhet me pamje dyfisht, që na quajmë diplopi. Po thotë ndonjëherë kështu ne po lexoj diçka në një fushë të pamjes, na thonë, po zakonisht po më delin si hije, ose të dy ont, ose po lexoj një shkrim, po në çat shkrim një pjesë të shkronjave po e shoh, disa shkronjave nuk e shoh. Ai është një sheh që duhet të shkojë te mjeku i syve. Pavarësisht që ndoshta ka shku te neurologu, ka shku që ose te një mjek i përgjithshëm edhe ka marrë analgjetik tan kohën për kokdhimbje, po nuk ka qenë zgjidhje ajo. Kështu që na çka do të bëjmë pastaj me atë pacient? Thjesht e bëjmë një fushë të pamjes, një test që është i lehtë me bëu dhe fëmijët e bëjnë realisht, po fitojmë shumë informata se apo na ndërlidhet diçka në atë sistemin vizual, thonë, në sistemin e shikimit, se bartjes impulsit deri në tru, për shembull tumorët e hipofizave kanë me shtyp pjesën e rrugës optike. Kam na prezantuar në fushën e pamjes. Që ata pacient për shembull shpesh ndodhet, po doktor si është shumë falënderues në këtë aspekt, se thotë si mund të si gjatë puna që prej syve unë e zbulova një diçka shumë të rrezikshme për jetën time.